Plazhi i Livadit, një ndër plazhet më të veçanta për mua dhe më fantastike, me një vibes bregdetare për gati 1.2 kilometrash të shtrirë në këtë pjesë teksa unë ndodhem. Në Himar është një ndër zonat padyshim më të preferuara për familjarët, i veçantë shumë edhe për ujin e kristal, për qetësinë që të ofrohet edhe fare pranë kodrave dhe në një formë tepër magjike të veçantë, do thoya pa një mbi popullim. Gjithashtu ajo çka doja të theksoja karakteristik të këtij uji është fakti që nuk e shumë mundësi për fëmijët e vegjël që të qëndrojnë shumë pranë bregut, sepse ka një zhytje thellësi direkte, por e rëndësishme është që është ujë i pastër, është pak ujë deri diku me temperatura të ulta, por është i kristalt, edhe i veçantë, kështu që mund të vizitohet padyshim me familje për shkak edhe të qetësisë edhe natyrës jo të zhurshme, por ata që kanë fëmijë të vegjël do të kujdesen për pjesën anashkëresisht. Çka vlen të theksohet gjithashtu, ja shkojmë pak tek, është thjesht një kënd ku mund edhe të peshkohet nga ata cilët janë të apasionuar pas peshkimit, si puna ime për shembull, është një formë jashtëzakonisht e veçantë. Çmimet, një ndër plazhet e jugut me çmimet më të lira në këtë super vend. Shazoni kushton vetëm 10.000 lekë të vjetra ose 10 euro, që mos ngataroheni, me çmimin e kafeve normale, me çmimin e restoranteve normal, duke qenë se jemi në fund korriku edhe padyshim është kulmi i sezonit. Nga orët e para të mëngjesit, sot është ditë e diel që unë do regjistroj këtë, deri në këtë çast, e shkojmë së bashku, deri në këtë moment ka qenë thuajse një lloj prezence e shtuar e banorëve, qytetarëve, e plazhistëve për faktin e vetëm sepse thash është fundjavë, sidoqoftë në sezon ndoshta kështu do të jenë gjitha ditët dhe ka kaluar fare mirë, fare qetë, këndshëm, mund të provoni ushqime tradicionale, mund të provoni ushqime kryesisht të kuzhinës italiane, të detit, sepse normalisht jemi në Bregdet. Nga kjo zonë mund të shkoni fare pak minuta në brendësitë të Himarës, pse kemi Vunon, Qeparon, pra zonat që mund të aksesohen lehtë për të vizituar edhe gjatë ditës, pavarësisht rezultatit përfundimtar, pra qendresës se ku ju do të flini apo do të pushoni me familjen tuaj. Për shembull, ky plazh këtu, kjo zona e plazhit që është fare pranë kodrës, do na ndihmoj në këtë çast me planin. Tregon edhe një herë atë që unë përshkruaj pak më sipër, një lloj qetësie maksimale të veçantë të këtij deti dhe mbi të gjithë ju që jeni të rinj dhe doni që të vini për të parë çik jetë ditë dhe jetë natë, nuk ta sugjeroja shumë, pavarësisht është i bukur dhe i rrallë si plazh, se thash kryesisht janë ata që qëndrojnë me familje, por pak më poshtë në Himar keni mundësi që të merrni format e udhëtimit të ndryshëm në det të lundrimit, cilat janë ato, ndoshta një anije apo një skaf dhe mund të lundroni gjithë vijën bregdetare të jugut që është fantastike. Plazhi i Filikurit, pasqyrat, shpellat janë ndër më të veçantat dhe gjithashtu Ksamili më pas për të qëndruar edhe më shumë dhe për të shijuar atë që konsiderohet si jeta e ditës, por edhe jeta e natës. Shijoni pak pamjet, do t'ju tregoj edhe më vonë disa detaje të tjera që janë karakteristike të kësaj zone. Tani është mbrëmje, unë e bëra plazhin.